Në fakt, ne këto nuk është se kemi trajtuar dhe është një ndër emisionet e radha të cilat do t'i trajtojnë, por shumë të rinj e zgjedhin si një praktik ose si një mjet praktikues për të reduktuar lodhjen, për të fuqizuar trurin, për të patur një energji nivele më të larta dhe për të patur një shëndet më të mirë psikoemocional ose mendor. Por në fakt nuk është kështu. A donoj t'u them se në një shishe ose më sakt në një mas të tillë, që këtu kemi në një mas të tillë ndodhen afërsisht 300 mg kafein. Pra, kjo mas e tillë që mund të jetë një mas me Coca-Cola, që mund të jetë me një mas me pije ndryshme energjike, pra pije gazoze ose pije energjike, këtu mund të jenë afërsisht 300 mg kafein. Jo kafein siç është nga kafja, por kjo është një kafein sintetike. Dhe çfarë bën kjo gjë? Extrasistolia cordis. Extrasistolia cordis do të thotë një çrregullim dhe një rritje e pakontrolluar ose një çrregullim i shpesht dhe i shpejt i rrahjeve të zemrës, kryesisht në atriumin e djathtë dhe në ventrikulin e djathtë. Extrasistolia do thotë një kontraktim i çrregullt dhe një kontraktim i shpesht, duke nisur sepse në tufat atrioventrikulare internodale dhe interatriale ka një çrregullim të valve të depolarizimit. Sepse fal 300 mg kafeinës sintetike që ndodhet tek pijet me gaz, çfarë bëhet? Ne pësojmë një kolpo të energjisë. Duke pësuar kolpo të energjisë, rreziqet nga kjo kafein sintetike dhe një herë tjetër është kafein sintetike, komponent të kafeinës sintetik. Ne mund të kemi aritmi, ne mund të kemi një blok kardiak. Pra nga pijet energjike të cilat konsumohen në orët e vona të mbrëmjes, të cilat mund të jenë në orë të vona të natës 12:01, kujdes edhe me pabet, a dini se sa të rinj mund të kenë shtrëngime në kraror, shtrëngime në gjoks, dhimbje koke, marrje mendsh. Edhe këto pastaj eliminohen dhe kur kalojnë disa vite, tjetri pson edhe infarkt miokardi, ose tjetri bëhet me ilaçe të zemrës, sepse në një moment të tillë kur ne i kemi futur trupit me 100 gram alkol ose me 10 gram alkol, 200-300 gram, kur kemi marrë dhe shumë kafein, rreth 1 gram kafein, çfarë bën zemra? Nga një ekstrasistolia, zemra në ato momente ka një kontraktim të çrregullt, ka dhe një kontraktim të shpejt, pra të shpejt dhe të çrregullt. Dhe atriumet të cilat janë dhomat e sipërme të zemrës, çfarë bëjnë? Kanë një koordinim jo të shëndetshëm dhe valë depolarizuese jo të shëndetshme me ventrikujt. Dhe muskulatura atipike, që do të thotë tufa interatriale, tufa internodale, tufa atrioventrikulare dhe fijet purkinjozit, të cilat ndodhen në apeksin kardiak, çfarë bëjnë? Kanë ritëm të pakontrolluar ose tek valët e EKG-s dalin disa ndryshime të elektrofiziologjisë apo të elektrokinetikës kardiovaskulare. Do me thënë, një pije me gaz ose disa pije me gaz, nëse këto pijet me gaz ka nivele të larta të kafeinës sintetike në orët e vona të natës, rrezikojnë me të vërtetë shëndetin e zemrës. Prandaj kujdes të rinjt. Çfarë përmbajnë të tjera ose komponentë të tjera këto pijet me gaz? E thash që në mënyrë, mund ta themi sepse mund të jenë dhe nivele më të larta, por në një masë normale të këtyre pijeve me gaz, çfarë ndodh? Ato përmbajnë rreth 200 deri në 300 mg kafein, përmbajnë dhe lëndë të tjera, acid fosforik që dëmton veshkën. Por acidi fosforik shkakton dhe ulcer në stomak, shkakton edhe dëmtim të dhëmbëve, përmban teobromin, teofilin. Teobromina, teofilinat janë komponentë të cilat shkaktojnë aritmira ose takikardi. Takikardi supraventrikulare te pjesa e ventrikujve të sipërm, sepse supra do të thotë sipër. Tani shkaktojnë edhe problematika të mëlçisë. Pjesa e acidit fosforik në mëlçi shkakton dhjamosje, rritje të yndyrnave jo të shëndetshme dhe problematika të dhjamosjes së mëlçisë. Ndërsa acidi fosforik që ndodhet përsëri te pijet me gaz shkakton problemin dhe të nefrolitiazave renale ose të problematikave të akumulimit ose të grumbullimit me dhumra në veshk. Acidi fosforik shkakton probleme me veshkën,
teobromina, teofilina që shkaktojnë problematika me elektrofiziologjinë e zemrës, ka komponentët sintetik të kafeinës, tek këto pijet me gaz ose tek pijet energjitike, shkaktojnë problematika përsëri të ekstrasistolias, që ne në ato momente mund të ndjejmë pak energji, por nëse përdoren në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të shpeshtë, në mënyrë të vazhdueshme për disa muaj dhe në orët e vona të mbrëmjes, punët nuk shkojnë mirë me zemrën dhe këtë përderisa jeni të rinj nuk mund ta ndjeni. Nuk mund ta ndjeni sepse trupi atë rikuperon, ama dëmi është aty. Dëmi është aty dhe shfaqet në mënyra të ndryshme, me agjitim, me nervozizëm, me dhimbje koke, me një dhimbje në pjesën e drasës së kraharorit, shfaqet dhe me problematika të memorjes ose të kujtesës. Këtu kemi një video. Këtu kemi enët e zemrës, arteria koronare majt, këtu është apeksi kardiak ose arteria circumflexa koronare, nga ana tjetër ishte arteria koronare e djathtë. Kur ne konsumojmë këto pije energjike, zemra nga kontraktimet të cilat quhen sistola dhe diastola, sistola do thot kontraktimi i miokardit, diastola do thot relaksimi i miokardit, çfarë ndodh? Ndodh që këto dhoma dhe barkushe të zemrës të kenë një ritëm elektrik duke ja bërë në këtë formë kështu. Këtu është me sakt, zemra nga kjo formë që duhet ja bëj, formon një ritëm elektrik të tillë, të shpesht dhe të çrregullt, dhe duke bërë të mundur një çrregullim të ritmit elektrik dhe nga kjo gjë ne mund ndjejmë dhimbje koke, agjitim, mund të ndjejmë nervozizëm, mund të ndjejmë dhe djersitje të ftohta. Prandaj kujdes, acidi fosforik që ndodhet tek këto pije me gaz, shkon dhe tek artikulacionet, tek tendinat, duke bërë të mundur dhimbje të regionit ose të aparatit muskuloskeletik ose lokomotorik. Teobrominat edhe teofilinat ose komponentët e karbondioksidit, në cilat ndodhen komponentët sintetik të karbondioksidit që ndodhen tek pijet energjike, dëmtojnë edhe veshkën, prandaj kujdes. Pijet me gaz në orët e vona të natës janë me të vërtetë si një min me sahat për zemrën, sepse zemra në ato momente ull ritmin kardiak. Pankreasi është në ullje të funksioneve të tij dhe nuk ka prodhim të lartë të hidrogen bikarbonatit, që është një komponent që stimulohet nga sekretina, se s'ka se si do prodhoj hidrogen bikarbonat, ndërkohë që nëse nuk ka sekretin. Ndërkohë që pankreasi nuk prodhon më dhe siç duhet një proenzime e cila quhet kalikreinogen. Kalikreinogjeni konvertohet në kalikrein dhe kalikreina stimulon prodhimin në një molekule e cila quhet bradikinin, që është antiinflamatore dhe antihipertensive, që është vazodilatatore, por dhe kalikreina që të prodhoj bradikinin dhe që të ketë efekt vazodilatator të enjtë e gjakut dhe të shtoj oksidin nitrik, nuk ndodh se është në pushim. Prandaj kujdes pankreasin në orët e vona të natës, kujdes zemrën dhe qarkullimin kardiovaskular. Këtë emision njërë duhet ta dëgjojnë të rinjt, moshat e reja, personat të cilat i gjejnë qefet e tyre duke bërë qeft në pabet e natës, por kujdes me pijet me gaz, kujdes me pijet gazoze, nuk janë aq të pafajshme sa ne i mendojmë, sepse rrezikohet tensioni, rrezikohen muret e zemrës nëse përdoren në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë të rregullt. Këto cilat po them unë janë të vërteta dhe rrezikët për të patur një ekstrasistolia janë shumë të larta. Çfarë do të thotë ekstrasistolia? Ekstra do të thotë më shumë, ndërsa sistolia do të thotë kontraktim. Kontraktim i çrregullt dhe kontraktim i shpeshtë i mureve të zemrës. Prandaj, përse mos të bëjmë kujdes dhe përse mos ta gjejmë këtë pjesën e qefit ose këtë pjesën e argëtimit me procese të tjera, duke bërë të mundur një aktivitet fizik ose duke bërë të mundur qofte dhe argëtimin, por pa konsumuar pije me gaz, duke konsumuar kokteje frutash, nana alkolike ose jo me alkohol, duke konsumuar lëngje frutash nëse jemi në një ambient të tillë, lëngu panxharit, lëngu i mollës, këto qofshin edhe të ftohta ose qofshin dhe egzotike, të paktën të minimizojmë dëmet e mëdha dhe të marrim të keqen më të vogël nga këto produkte ose nga ambienti atje. Pra për zemrën në ato momente mund përdoret lëngu i karotës, një koktejl analkolik, një koktejl me fruta, një koktejl i cili është i pasur me lule shtrydhe, me karrota, me mollë, që është deri diku jo shumë i rrezikshëm për zemrën. Të paktën të mendojmë sistemin kardiovaskular, të paktën të mendojmë dhe veshkën. Sepse në ato momente ne nuk mund t'i mendojmë, ama personat cilat punojnë atje, nëse do t'i pyesnit,
A keni ndjenë ndonjë shtrëngim në krahëror ose jo? Jam i sigurt që do t'japi një përgjigje po. Dhe është shumë e rrezikshme që këto pije energjike të përdoren direkt pas futbollit, ose pas një loje e cila mund të bëhet me basketbol, me tenis ose me futboll. Tepër e rrezikshme. Se nga futbolli ose nga një lojë ne kemi adrenalin, kemi katekolamina bazale në enët e gjakut ose në endotel, i shtojmë edhe pijet freskuse, pijet me gaz, pijet energjetike dhe në pasent e gjakut. Pjesën tjetër mendojeni ju. Prandaj kujdes përdorimin e përdorimin e pijeve energjike, kryesisht në orët e vona të mbrëmjes, në orët e vona të natës, dhe kujdes përdorimin e pijeve energjike të cilat janë direkt pas një loje futbolli. Të qetësojmë njërë, më e shëndetshme është që mund të marrim pak magnez, ose më e shëndetshme është që para lojës futbollit mund të konsumojmë pak kivi, ose mund të konsumojmë ndonjë banane, ose mund ta themi dhall kos me ujë, sepse përmban potasium, përmban fibra, përmban prebiotik. Por unë këshilloj kosin me banane. Është kombinim tepër i shëndetshëm nëse duam që të kemi një lojë futbolli të shëndetshme. Por jo të pim pije freskuse, pije energjike,